Përshëndetje të nderuar shikues të DTV Medias, po e nisim këtë emision në lidhje me ardhjen e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Kosovë, pasi që gjendja e babas tij nuk është e mirë. E me mua në lidhje direkte është avokati Ilir Bekteshi, i cili do të na shpjegojë më shumë hollësitë rreth ardhjes së zotrit Thaçit në Kosovë edhe kërkesat të tij që janë bërë që sa herë që të vijë, mirë po janë refuzuar. Zotëri Bekteshi, faleminderit shumë që gjete kohë që të vish që të jesh në Infode. Përshëndetje Dilza, faleminderit për ju shpërftesën për këtë intervistë. Pas këtë shumë kërkesave të bëra nga ana e mbrojtjes së zotrit Thaçit, tashmë ai ka ardhur në Kosovë për vizitë tek babai i tij. Si e keni pa ju mos respektimin e tij për të ardhur në vizitë, pasi që kërkesa është bërë edhe disa herë të tjera? Po Dilza, ne sot e pam që ish presidenti Hashim Thaçi ishte prezent në ambientet e QKUK-s për vizitë tek babai i tij, edhe pse kjo vizitë është dashur të bëjë para shumë kohësh. Kjo vizitë, sipas ne si njohës të kësaj fushë si jurist, kjo vizitë është dashur të realizohet qysh në kërkesën e parë që ka paraqitur zotri Hashim Thaçi. Ne kemi parë gjithë gjendjen që ka pas babai i tij shtrirë në spital. Dhe zakonisht gjykata, sipas legjislacionit tonë që e kemi në fuqi, është dashur që në kërkesën e parë t'ia lejoj vizitën tek babai i tij, sepse ka qenë e nevojshme dhe janë drejta themelore të një të paraburgosurit që të vizitoj familjarët e tij, sidomos në rastet kur janë të semur, në gjendje të keqe. E kemi parë që babai i tij është i mushuar, por ajo që është duke na shqetësuar është gjykata speciale e ka një qasje shumë të rrepët ndaj kërkesave të paraburgosurve. Jo në rastin e Hashim Thaçit, po në rastin e të paraburgosurve të tjerë. Është duke treguar pak e rrepët, duke mos i realizuar kërkesat e tyre për vizita, qoftë familjare, qoftë në raste kur kanë raste urgjente, siç është rasti i Hashim Thaçit. Mirë, po mos lejimi vizitave përkon edhe në shkeljen e të drejtave të njeriut, me qenë se mos lejimi që ta vizitoj baban e tij, besoj se nuk është i drejtë. Jo, kjo absolutisht nuk është i drejtë. Kjo e thashë ripërsëris prapë që është dashur qysh në kërkesën e parë të aprovohet një vizitë të tillë. Dhe besoj që mbrojtja e zotri Hashim Thaçit do ta prezentoj para gjykatës speciale këtë shkelje dhe do të kërkoj që këto kërkesa të aprovohen më shpejt në disa herë në mënyrë që të vizitohet babai i tij në Kosovë. Dhe i takon kjo. Ne e pam edhe një numër mjaft të madh të policisë të cilët e shoqëronin zotrin Thaçin në vizitën e tij, pavarësisht nuk ka një vendim në lidhje me gjykimin e tij, pra mënyra e trajtimit të tij, si u duk kur erdhi në Kosovë. Kjo qysh e kem parë që është e tepruar për ne si njerëz të kësaj fushë, është e tepruar kjo nga ana e gjykatës speciale. Gjithë ata vetuar policisë me armë gjata, maskuar, është diçka tepër. Sepse ish presidenti tani Hashim Thaçi në momentin e parë që është thirrur nga gjykata speciale, është dorëzuar më një herë, ka dorëzuar, ne jemi dëshmitar që ka dhënë ndërheqje nga pozita e presidentit dhe është dorëzuar në gjykatën speciale. Asnjëherë nuk ka tentuar që t'i shmangë kësaj procedure. Sepse dispozitat tona ligjore, në rastet kur dyshohet që i paraburgosuri ose i akuzuari tenton të ikë t'i shmanget procedurës, atëherë mund të aplikohet masa më tashpra. Po në rastin e zotri Hashim Thaçit nuk ka pas, as ka tentuar me ikë, është prezantuar vetë para gjykatës speciale. Dhe për këtë nuk kanë qenë të nevojshme këto masa shumë tashpra. Për ne janë dukur shumë tashpra, me vetura, me armë gjata, polici të maskuar, ka qenë e tepër. Zotri Bekteshi, unë të falenderoj shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodez dhe të na japësh të gjitha këto detaje ka ana juridike. Falenderit edhe për ju, shpresoj që jo vetëm për zotri Hashim Thaçin, por edhe për të paraburgosurit të tjerë kërkesa që kanë urgjente në kësaj raste,
që gjykata speciale t'ja provoj dhe mos ta zhvat procedurën të bëj si gjëra me polici, sepse janë të tepruara. Me të vërtet janë të tepruara dhe nuk është nevojshme të vijë në këtë situatë, por të kërkesa duhet të aprovohen. Besoj se një ditë do të vish në studio dhe të flasim në aftësi në lidhje me gjyqësorin në vend, po ashtu edhe për gjykatën speciale. Falenderoj shumë që ishe pjesë e Infodes. Falenderoj shumë për ju, përshëndes, kalëmimi. E të ndëruar shikus, pas sa lidhje direkte ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga deska i lajmeve, duke u kthyer edhe me 2 intervistat të tjera. Gjykata speciale në Hag konfirmoi se kanë lejuar vizitën e Hashim Thaqit në Kosovë për arsye humanitare, që i njëjti ta vizitoj babain e tij që ndodhet në spital. Thaqi ka mbërritur të ejtë në Kosovë pas 3 kërkesave të refuzuara nga specialja për ta vizituar babain e tij, që po përballet me probleme shëndetësore. Ekipi në terren raporton për forca të shumta të sigurisë pranë klinikës interne në ÇKUK. Hashim Thaqi po përballet me një proces të tezgjatur gjyqësor në gjykatën speciale në Hag. Ai ndodhet në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020. Në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar janë raportuar pasuri të konfiskuara në shumën mbi 200.000 euro. Ndërkaq, vlera e pasurive të sekuestruara për tetor-dhjetor është mbi 3.7 milion në 51 raste. Kushtu tha në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës, kryesuesi i koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdo Fazliu, ka shpalosur raportin 3 mujor tetor-dhjetor të vitit të kaluar. Prokurori Shpiti gjatë vitit 2024 ka pasur një në fund gjithsej 150.204 kallëzime penale nga regjistri PP Kryestror, PPM Kryestror Mitër, PPN lëm të ndryshme, PJN ndihmë juridike ndërkombëtare, PPP Kryestror Panjor lëm të PA Prokurim e Apelit dhe Zyrën e Kryeprokurorit Shtetit. Nga ky numër i lëme 99.523 ose 66.26% janë të trashëguar, pasur si lëmë të pazira nga vit paraprake, ku kjo përqindje 50.681 ose 33.74% janë pranuar në fund gjatë vitit 2024. Gjatë këtij viti nga ky numër i lëmë 45.480 ose 30.28% lëme në fund gjatë vitit 2024 janë zgjedhur apo proceduar në organet kompetente. 104.720 ose 69.72% e të cilat këtyre lëmëve janë proces trajtimit nga ana e prokurorit shtetit. Në vitin 2024 janë bërë gjithsej 9.523 lëmë kallëzime penale. Tutje, a i theksoi se nga ana e prokurorisë speciale janë paraqitur 4 kërkesa për shitje të aseteve. Megjithatë, theksoi se ka dështim të funksioneve prokuroriale, me që sipas tij ka prokurorë që nuk bëjnë kërkesa për shitje të aseteve. Këshilli Prokurorial i Kosovës miratoi të hënën rregullorën për themelimin dhe funksionimin e ekipeve të përbashkëta të hetimit. Po ashtu u miratua edhe rregulloria për veprimtarinë, organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e administratës të KPK-s. Iniciativa Kosova bojkoton bën thirrje për bojkotin e të gjitha supermarketeve në Kosovë më 15 mars për shkak të ngritjes së çmimeve. Aktivistët e iniciativës kanë shpalosur sot një pankartë me mbishkrimin 15 mars Kosova bojkoton të gjitha supermarketet. Xhevat Kastrati, antar i kësaj iniciative, u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen kësaj iniciative për bojkotimin e marketeve. Tutje Krasniqi tha se përmes bojkotit tregojnë fuqinë e tyre vlerëse dhe se dërgojnë një mesazh tek marketet dhe qeveria për pakënaqësinë e tyre për rritjen e çmimeve. Na jemi grupi Kosova bojkoton, jemi grupi formal qytetar që kemi marrë si nismë punën e rritjes çmimeve edhe një lloj proteste përmes bojkotit që jemi të organizuar.
Thira për qytetarët është me u bashku me neve dhe zbashku me ngrit zanin edhe përmes një bojkoti me tregu fuqinë tonë vlerëse, për shkak që kur krejt bashkohemi në bojkot, na çojmë një mesazh te marketet, te qeveria që jemi shumë të pakënaqur dhe po ashtu e bëjmë një lloj presioni shoqëror për me pas një reagim. Kujtojmë se këto lloj nismash për bojkotimin e marketeve janë duke u zhvilluar edhe në vendet e rajonit për shkak të rritjes së çmimeve. Erhard Buzek është emëruar sheshi në hapësirat e bibliotekës kombëtare, i cili u inaugurua të njëjtën nga komuna e Prishtinës. Buzek është ish politikan austriak, për të cilin u tha se ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Austrisë. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se sheshi përballë bibliotekës kombëtare ndërlidhet me edukimin dhe se Erhard Buzek ka qenë mik i madh i Kosovës. Doktor Erhard Buzek është një njeri i madh, një mik i madh i Kosovës, një mik i madh i yni që na ka ndihmuar gjatë kohëve më të vështira, gjatë kohës luftës, gjatë kohës kur edhe qytetarët tanë, studentët e asaj kohës nuk kanë pas mundësi të studiojnë. Ka qenë pikrisht Dr. Erhard Buzek që i ka hap mundësi me qindra apo mira student nga Kosova që të mësojnë, që të studiojnë, që të avansohen, të bëhen profesionist dhe tashmë edhe të ndihmojnë vendit tonë në hapat e radhës për të ardhmen e ndritshme të vendit tonë. Si rezultat edhe si një nevojë për me nderu, falenderoj shumë arsimin prezidentin e shoqatës të miqësisë Kosovo-Austriake që kanë ardhur tek ne në kryeqytet me një propozim që ta nderojmë figurën e Dr. Erhard Buzek me emrimin e një sheshi, pikrisht i sheshi këtu, i cili qëndron përballë bibliotekës kombëtare. Ambasadori i Austrisë në Kosovë foli për kontributin e shtetit austriak, ku tha se ishte vendi i parë që njohoi diplomat dhe dokumentet nga sistemet paralele shqiptare. Në mbledhjen e sotme të Kuvendit Komunal të Prishtinës është miratuar propozimi i kryetarit Përparim Rama, që sheshi përballë bibliotekës kombëtare të mbajë emrin e ish politikanit austriak, Erhard Buzek. Komisionerja për xhirimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, po qëndron në Tiranë duke shënuar misionin e saj të parë zyrtar në Shqipëri. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, gjatë një konference për media së bashku me Kos, tha se ambicia e tyre është që shqiptarët të marrin pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Derisa shtoi se Shqipëria është shumë e vendosur që ta përmbush me sukses objektivin për përfundimin e negociatave brenda 2027-s. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne e dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër, pikërisht sepse nuk ka alternativë tjetër të lirisë individuale, nuk ka alternativë tjetër të barazisë para ligjit, nuk ka alternativë tjetër të bashkëjetesës në diversitet dhe të standardeve europiane të kësaj bashkëjetese. Rama shtoi se ambicia e shqiptarëve është që ta marrin pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicios të përfundimit negociatave brenda 2027-s dhe ambicia
ime, ambicia jonë është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai koridori me atë konstelacionin e yjeve, edhe jo nga ai koridori tjetër ku shkruan të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme për ne se na iku jeta tek të tjerët me shekuj. Parlamenti i Shqipërisë kanë tryezë sot marrëveshjet financiare për planin e rritjes, që i hapin rrugë edhe fillimit të financimit të fondeve që janë rreth 1 miliard euro të dedikuara për Shqipërinë. Kështu që e dashur Marta, ne duam lekët tona. Derisa në një konferencë për media, komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, tha se rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është i sigurt dhe i vërtet. Ajo tha se Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027. Ju citoj kur ju thoni që dëshironi që negociatat të përmbyllen deri në fund të vitit 2027 dhe ne po ecim në rrugën e duhur, pra jemi mirë në udhën e duhur, në udhë të mbar, sepse janë hapur tashmë grup kapitujt e caktuar, dyshi, treshi, gjithashtu do të jenë edhe gjithë grup kapitujt të tjerë. Dhe siç e dim edhe ne, nuk bëhet fjala vetëm për hapjen e këtyre grup kapitujve, por edhe për mbylljen e tyre, dhe jam e sigurt që me të gjitha reformat që ju po kryeni, kjo do të jetë e mundur. Pra, me shumë dëshirë, duam që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ju e meritoni, sepse me ju brenda Bashkimit Evropian, Europa nuk do të jetë thjesht më e madhe, por edhe më e fortë. Kos ka përmendur edhe faktin që Shqipëria është ishull stabiliteti, duke thënë se kanë fqinësi të mirë në rajon dhe kjo si pasaj i bën kampion për bashkëpunimin rajonal. Të nderuar shikues, u kthyem në studio për të vazhduar bisedën në lidhje me ardhjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Kosovë. Me mua në studio është Dora Jetimeri. Faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Info-D. Ju falenderoj për ftesën, është hera e parë që jam këtu dhe besoj që do të kalojmë shumë mirë. Faleminderit shumë. E keni pa besoj ardhjen e presidentit në mëngjes sot në Kosovë. Si e keni pa ju, pasi që disa herë kërkesa e tij nuk është realizuar, mirë po më në fund vendosën që ta lëshojnë që të vijë në Kosovë për vizitë tek babai i tij? Natyrisht shumë e vënuar, sepse babai i presidentit është në një gjendje të rënduar shëndetësore. Dhe për te procedurave, konsideroj që është dashur që më herët dhomat e specializuar të gjykatës speciale dhe institucionet atjeshme të bëjnë çfarë është e mundshme që në kohë reale të përgjigjen kësaj kërkese që ka natyrë tërësisht humane. Por fakti që është vënuar tregon për këtë monstrum politik që është krijuar fatkeqësisht dhe padëgjshmëria e saj është deri në nivel të flagrancës. Natyrisht gjëja më e rëndësishme është që t'i urojmë shërim sa më të shpejt babait të presidentit dhe natyrisht që sa më parë që të mundet të marrë një epilog final kjo sagë e gjykimit të luftës së drejtës së shqiptarëve të Kosovës. Pasi e keni pa ju punën e speciales gjithë këto vite për mënyrën edhe trajtimit të ish-krerëve të Ushtrisë Ligjore të Kosovës? Ai është një monstrum në kuptimin e plotë të fjalës. Ai ka qenë goditja më e madhe që është bërë imazhit të Kosovës. Është goditja më e madhe që është bërë luftës çlirimtare. Natyrisht kjo është edhe një nga betejat e radhës që ka Kosova, të cilën duhet të përfundoj suksesshëm natyrisht. Unë uroj që kjo të përfundoj sa më parë dhe njerëzit të cilët janë gjykuar atje kënaqëse për krimin e luftës të dalin faqe bashkë që do të pritet. Por po e përsëris edhe një herë, kjo kallëzon për skenarin, për organizimin dhe për kundërshtarët e mëdhenj që ka Kosova.
Natyrisht vetë nevoja për themelimin e kësaj gjykate lë shumë për dëshiruar dhe kuptimin edhe debatit se pse rrodhëm deri në këtë pikë. Pastaj edhe për diskutimet e brendshme që ka prodhuar kjo si pasojë. Pastaj të gjitha këto bashkë tregojnë se sa më parë që të jetë mundur të përfundojë ky proces aq më e rëndësishme është për Kosovën dhe për njerëzit që gjykohen atje. Mirë po edhe mënyra e formimit të kësaj gjykate, mandej edhe puna e saj, e cila është gjykata vetëm në botë që nuk raporton askujt, përveç disa shteteve të cilat e financojnë këtë gjykatë, pra sa mund të jetë drejt, duke ditur se edhe shumica e dëshmitarëve kanë shkuar nga Serbia atje. A mund të jetë një gjykatë politike dhe të marrë një epilog më shumë politik se sa të gjykimit të drejtë? Për se si është krijuar, kjo ka pas tërësisht konotacione politike. Pra që nga raporti dikmarrëti dhe sponsorizimi që është bërë atij, dhe deri tek nevoja e zbardhjes atyre pretendimeve që ka pas ai, të cilat natyrisht kanë qenë për të tërësisht politike, tërësisht për të dëmtuar imazhin e një shteti që sapo ishte krijuar atëherë, për të dëmtuar imazhin e mirë të luftës lirimtare dhe nevojës për ndërhyrje humanitare. Kjo godet edhe ndërhyrjen humanitare, kjo godet edhe bashkësinë ndërkombëtare, të sqarohemi, sepse bashkësia ndërkombëtare ka ndërhyrë në Kosovë për shkak të brutalitetit që Serbia ka ushtruar ndaj qytetarëve të Kosovës. Për shkak se Serbia ka kryer krime dhe gjenocid dhe e njëjta është dashur që të balancohet. Prandaj Serbia dhe mbështetësit e saj e kanë shpikur akuzat që i ka ngritur dikmarrëti, pretendimet që ka pas ai. Sepse me këtë kanë dashur që ta minojnë arsyeën pse është ndërhyrë në Kosovë. Pra, të minojnë arsyeën humanitare pse është ndërhyrë në Kosovë dhe përmes saj pastaj të arrijnë objektivat e veta strategjike, që është dëmtimi i Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe dëmtimi i këtij shembulli që do të mund të përdoret më vonë për të penguar çdo përpjekje shfarruese ose genocidi që dikush do të mund të ndërmarrë nëpër botë. Prandaj është në interesin edhe të shërbazës të partnerëve tanë që kjo gjykatë sa më parë që të mundur të marrë epilog final në kuptimin e zbardhjes së të gjithë pretendimeve të cilat janë reduktuar, vetëm që kujtoj, nga pretendimet për trafikim organësh, janë reduktuar në një shtrembrim fotografie të dikujt. Kjo tregon qartë për, si ta themi, për realisht për mbartjen e kësaj gjykate dhe synimet e saj realisht çfarë kanë qenë ndaj Kosovës. Doreja tek jemi tek vizitat as kryeministri i vendit pas presidentja që sa vite nuk kanë qenë që të vizitoj shkrerët e ushtrisë shqiptare, madje Recep Selimi ishte edhe pjesë e lëvizjes vetëvendosje, pra si e keni pa ju mos vizitën tek shkrerët e ushtrisë shqiptare? Ata janë sqaruar për këtë çështje dhe qëndrimi i tyre është, do të thëja, korrekt. Fakti që këta nuk e kanë vizituar është sepse ata nuk kanë dashur të nënshkruajnë në dokumentet në të cilat gjykata speciale i lëshon. Nënshkrimi i këtyre dokumenteve do thotë njohja e tyre. Pra, përtej mallit edhe përtej respektit që do të mund të, edhe përtej faturës që politike që mund të ndërkenë dikush që nuk i viziton, sa themi, bashkëpunëtorët ose kreditet e institucioneve të Kosovës, të cilat ish kreditet e institucioneve që janë atje. Ky mosveprim lidhet ekskluzivisht me mosnjohjen e legitimitetit të kësaj gjykate. Dhe kjo konsiderohet respekti më i madh që është bërë pikërisht atyre burrave. Mirë, po kjo gjykate është legjitime tashmë, është bërë nga Kuvendi i Kosovës. Natyrisht, por fakti që është bërë, kjo do të thotë që ai është e mirë. Kjo është një pengesë e madhe që ka Kosova, të cilën do duaj me patjetër ta zbardh si ta themi, si një ngarkesë të cilën e kemi pasur, por edhe ata të cilët e kanë bërë sot nuk e kanë pasur këtë pritshmëri apo jo. Ata të cilët kanë votuar sot kanë bindje të plot që kanë shprehur një, do të them, si ta themi, në rastin më të mirë, një arsye të cilën ata kur nuk do ta kishin bërë asnjëherë sot, po të ishin në rastin e njëjtë, sepse kjo është ekskluzivisht një instrument politik. Natyrisht në atë kohë është rrëfyer ndryshe, është prezantuar ndryshe. Dhe kjo pastaj flet shumë edhe për klasën tonë politike dorën e zemër, për te këtyre kush është sot kryeminist, kush mund të jetë nesër. Kjo tregon se sa ne kemi parë gjërësisht ose a kemi parë gjërësisht komplet figurën e madhe të kësaj narrative që po i krijoi Kosovës. Ishim kthy pak te problemet në vend, meqense se përmende se kush është kryeminist, tashmë kemi dalë prej zgjedhjeve. Si e keni pa ju procesin zgjedhor, parregullsi që pati faqja e AKQ-s e deri në tashmë përfundimin e numërimit të votimeve, përveç disa prej komunave të cilat kanë shprehur ankesa, si komuna e Vushtrës. Si e keni pa ju çështjen e mbarvajtjes së zgjedhjeve në Kosovë? Ka shumë tablo, shumë fotografi ky proces. Dhe unë mendoj që duhet të nisim nga para fushata.
nga fushata, nga diskurset, nga qëndrimet, nga sloganet, nga rezultati, nga numërimi, nga dita e zgjedhjeve, e deri ditën që po flasim. Unë konsideroj që ka qenë një proces në të cilën partitë politike s'kan arritur që të luajnë rolin e tyre të duhur, me një gjuhë tërësisht polarizuese, sidomos gjatë fushatës, dhe me një mungesë të thoja të premtime që janë të arritshme. Ato kanë qenë në kuptimin e vizualitetit shumë mirë të organizuara, por shumica prej tyre nuk janë të arritshme në Kosovë. Dhe për shkak të kostës së madhe ekonomike që kanë, dhe natyrisht edhe për shkak të mungesës së infrastrukturës ligjore e kështu me radhë. Për te këtyre, zgjedhjet për aq kosa janë varur nga qytetarët, kanë kaluar në mënyrë të shkëlqyeshme. Ju e dini që nuk është raportuar për asnjë incident të madh ose të vogël në ditën e zgjedhjeve. Por fatkeqësisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si kur më parë, nuk ka qenë në nivelin e detyrës. Fillimisht ato markerët për te tyre. Megjithëse aty ka qenë vetëm një pretendim. Markerët kanë qenë në rregull. Por çka ka qenë më vonë? Gjithçka ka qenë keq. Numri i në bindjen time gjithmonë. Numri i atyre që kanë pas të numërojnë votat, komisionerëve pra. Pastaj faqja e KQZ-s nuk do duhet të ishte në atë gjendje. Duhet Kosova që të numëronte edhe në mënyrë manuale, sekondare edhe në mënyrë elektronike, në kohë reale të gjitha këto rezultate. Për një arsye, sepse zbehet ai shkëlqimi i madh që kanë zgjedhjet në Kosovë si një instrument i rëndësishëm i demokracisë. Dhe fakti që ne nuk kemi arritur që të shpallim rezultatet preliminare për shumë ditë nga dita e zgjedhjeve, disi e baltosi deri në një masë edhe rezultatin zgjedhor, i cili natyrisht sot është gjëja më e rëndësishme. Ne ende kemi një rezultat përfundimtar dhe vështirë që do të kemi edhe për një kohë të parashikueshme, për faktin që shumë kandidatë që nuk janë sa deputet do të vendosin të shpalosin të palarat e partive të tyre për dëshmuar se ka pasur një inxhiniering zgjedhjesh ose votimesh për brenda partive, sidomos ato të diasporës, për të prodhuar një vullnet të keq formuar politikisht, sepse mos harrojmë votat janë kontrata që qytetarët kanë me zësit e tyre për t'i përfaqësuar në institucione, dhe nëse kjo nuk ruhet, kjo nuk kupton që do të kemi institucione të cilat nuk burojnë nga vullneti i njerëzve, përkatësisht nuk kanë një legitimitet politik, pavarësisht se rezultatet do të certifikohen dhe do të njihen nga partitë politike. Prandaj kush është më e rëndësishme në këtë mes, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ai që duhet me patjetër të ruajë këtë vullnet politik për të kthyer edhe në fuqi politike. A ka pasur ndërhyrje nga Serbia ashtu siç po flitet? Jo vetëm në zgjedhje, kanë ndërhyrje në institucione. Kjo është fare thjesht. Lista serbe s'merr pjesë kur vend. Ndërhyrje më të madhe s'ka as nuk ka. Merr pjesë një 6 muaj sa për mirë marrë të paga dhe largohen nga aty. Ka dy çështje. Ose ndoj votim kur i kushtozon ata. Jo, natyrisht. S'ka dilemë, kjo është çështje që dihet. Ata kanë fëmijë, familjarë të cilët jetojnë në Serbi dhe ai rrezikon. Serbia nuk do ta përdor për të instrumentalizuar serbët e Kosovës. Ai nuk dëgjon për serbët, nuk nin për ta. Ai është interesuar të përdor fatkeqësisht për të arritur synimet e veta që nuk janë serbët, është territori i Kosovës. Kjo gjë është që dihet. Kosova s'ka bërë mjaftueshëm në këtë mes. Kosova është dashur që politikisht të reagojë. Kosova duhet që për te këtyre deklarimeve partijake, jo lista serbe është legjitime ose jo, Kosova do të ndërmarrë mekanizma institucional, do të marrë veprime institucionale, të cilat lidhen me ligjshmërinë për të marrë pjesë ose jo në zgjedhje. Nëse nuk mund ta përdorim politikisht për të thënë që lista serbe nuk i përfaqëson serbët dhe në anën tjetër të ankohemi për ta, kjo konsideroj që është e gabueshme dhe duhet prandaj që në kohë reale të japim përgjigje se cilës pengesë. Serbia ka ndërhyrë në zgjedhjen në Kosovë, për aq kohë sa ky monstrum politik si lista serbe do të jetë partia që përfaqëson serbët e Kosovës. Mirë, po sa ka dëmtuar Kosovën deri tash kjo lista serbe? Ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë sepse ka e pamundson kohezionin politik në Kosovë, në mes të qytetarëve të Kosovës pa dallime etnie. Në momentin kur ata e prezantojnë Kosovën si një territori huaj, ose si një shtet i huaj, ose si një kinse shtet, dhe se bëjnë çfarë është e mundur për të çuar përpara gjendjen e Serbisë, dëmtim më të madh nuk ka. Kosova do të ishte e gashme, sikur që ka shprehur vullnet në institucione, sikur që ka shprehur vullnet edhe në ligjet dhe kushtetutë, të pranojë secilin qytetar të saj si pjesë të përbashkët të vlerës së përgjithshme shoqërisë sonë.
por Serbia nuk e lejon këtë, sepse po e përsëris edhe një herë, ata janë të interesuar të marrin të tensionuar raportet drejtnike në Kosovë në mënyrë që të duket se Kosova është e pa shpresë për të ndërtuar një shoqëri shumë etnike, në të cilën të gjithë do të kenë pozicion e tyre meritore. 2%, 3% sa e kanë, por me 3% ata kanë 10 deputetë në Kuvendin e Kosovës, e kanë të garantuar një ministri, kanë të garantuar edhe një ministri tjetër nëse eventualisht do të jetë më shumë se 12 ministri në kuvend në qeverinë e Kosovës dhe mbështetje më të madhe se kas nuk ka. Pastaj kanë 10 komuna, deri në 10 komuna të cilat janë me shumicë, në të cilën ata janë serbë dhe të gjitha këto lidhen me pastaj me drejtën e shkollimit, me çështje të tjera dhe të gjitha këto tregojnë për angazhimin e madh ndërkombëtar që ka marrë Kosova për t'u ofruar atyre kushtet më të avancuara për të jetuar këtu. Të gjitha këto fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre janë keq përdorur dhe po keq përdoren në veçantë nga lista serbe. A duke ditur se edhe pjesëtarët e listës serbe pra patëm edhe një sulmin e Banjskës të cilë... Nën kryetari i partisë. Po, ishte nën kryetari i partisë. Ka si shefi praktik, sepse ai, siç dihet, ishte shefi i tyre. Po, duke ditur se punët më të ndaja në listën serbe ai kishte zhvilluar. Pra, si ka mundësi që neve si institucionet e vendit po e lejojmë duke ditur të gjithë mbarvajtjen e listës serbe, pse neve nuk po veprojmë? Sepse ka një marrëveshje për këtë. Është marrëveshja 2013. Që serbët garantojnë pjesëmarrjen në Serbia garanton pjesëmarrjen e serbëve në Kosovës. Por kundër marrëveshjes? Jo, është marrëveshje ndërkombëtare. Dhe kjo është gabimi i madh që është bërë atëherë. Ne kemi obligim. Disa serbë është produkti i marrëveshjes, pra imagjinoni. Ne kemi pranuar që të pranohet një parti e cila se ta themi certifikohet në institucionet tona dhe e cila pastaj pas ditës në momentin që përfundojnë zgjedhjet bën çfarë është e mundur për të çuar përpara agjendën e Serbisë. Kosova duhet të shohë çdo mekanizëm politik që të pamundsuat kjo. Tashmë është vonë. Do të certifikohen rezultatet shumë shpejt, ata do të kenë 9 deputetë në Kuvendin e Kosovës, megjithëse ata do të vinë asnjëherë. Kështu do të marginalizohet zëri i serbëve të Kosovës fatkeqësisht në institucione. Dhe zëri i tyre do të dëgjohet nëpër media dhe në Serbi, vend se të dëgjojnë në Kuvendin e Kosovës, atje ku ata kanë përfaqësues të tyre. Kosova i ka rezervuar vende për ta. Ka vende të rezervuara për ta, pra në 10 vende janë të rezervuar vetëm për serbët, që ata të marrin pjesë në jetën politike të Kosovës, që të votojnë, që të tregojnë gatishmëri dhe qytetari ndaj Republikës Kosovës si adheon e tyre. Pra as kosa të njëjtë nuk e bëjnë, që kallëzon që ata janë kundër Republikës Kosovës dhe kundër këtij projekti kastrenësish. Mirë po, duke ditur gjithë jetën e listës e serbë në veritë e vendit, pra pse nëse institucionet nuk po bëhemi zëri tyre, se ka shumë pak takime me ta, ose ata një mënyrë po na refuzojnë edhe neve, vazhdojnë të marrin fonde nga Serbia, edhe kështu vazhdon jeta e tyre edhe për te kësaj. Ata një lëvizje me dinarin atje, mirë po sa është i mjaftueshëm vetëm ndalimi i dinarit. Janë dy skema tash. Njëra lidhet me sigurinë kombëtare dhe me rendin politik dhe juridik të Kosovës, dhe në anën tjetër çështja e diskutimit me qytetarët. Për çështjen e parë keni të drejtë, për të dytën mund ta diskutojmë. Nuk mund të arrihet një marrëveshje e qëndrueshme pa biseduar me njerëzit. Por Kosova duhet të ofrohet te qytetarët serbë, që t'i ofrojë ata, t'i ofrojë garanci dhe siguri, që të bëjë projekte të zhvillimit të qëndrueshëm për ta. Ata asnjëherë nuk do të jekin dorë nga pensionet që do t'i marrin nga Serbia, sepse kjo është e levërdeshme për ta. Fakti që ata jetojnë këtu, ata paguhen për të qëndruar në Kosovë, paguhen. Që kjo është kushti, paguhen për të qenë të dëgjuar nga ta, sepse në fakt ata janë në detyrë, kushtimisht, jetojnë për të qenë në detyrë. Fakti që paguhen edhe për duke mos bërë gjë, tregojnë të tjera se ata kanë një detyrë ndaj Serbisë, që të mos i dëgjojnë institucionet e Kosovës. Dhe kjo lidhet me një projekt më të madh në bindjen time, që të pamundsojnë jetesën multietnike në Kosovë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që do të kemi vazhdimisht tensione, dhe do të thotë që ky tension do të mund të shpërthejë një ditë, dhe ky tension do të mund të kapitalizohet me territorin. S'ka asnjë arsye tjetër. Shikoni se çfarë po ndodh sot në Bosnë. Do e di që nuk është shembull i dur, por pak a shumë po. Bosnia dhe Hercegovina si federat mund të shpërbëhet, sepse Republika Srpska, të dirigjuar nga qëndrimet shoviniste serbe, dëshiron që të shkëputet nga pjesa e federatës. Çfarë do thotë kjo? Zërim territorial për Serbinë. Kjo është fare thjesht. Kjo është edhe në Kosovë. Por qëllimi i Serbisë është që përmes serbëve lokal këtu edhe atje
të përligjë qëllimet e veta për zgjerimet territoriale. Kjo është fare thjesht. Dhe prandaj 100 lista zgjedhore bëri atyre, 100 parti politike krija ajo. Ata do të kenë po të njëjtin. Është shumë e vështirë në këtë kushte që të avancohet me tej. Natyrisht jo e pamundur. Prandaj Kosova duhet të veprojë si logjik institucionale, si inteligjencë për të prodhuar ato që është reale në Kosovë. Mirë, po pas këtyre zgjedhjeve ende nuk kemi një fitus, një fitus, kështu që i shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke ditur që nuk kemi ende certifikim të gjitha numërimit të votave. Kën e shihni ju si fitus të zgjedhjeve dhe me kë do të bëhet koalicion? Me thënë se vetëm me një parti nuk mund të hyjet në kuvend, duke ditur se vetëvendosja ka numërim të madh të votave, mirë, po apet e vetme nuk mundet me bërë qeverinë. Kë e shihni ju në koalicion? Fillimisht fituesi i këtyre zgjedhjeve është Lëvizja Vetëvendosi. Ai ka 48 deputet, e pasuar nga Partia Demokratike që i ka 24 deputet. Përkatësisht 24 deputet më pak se partia që ka fituesi. Pastaj është Lidhja Demokratike e Kosovës, që bashkë me PDK nuk bëjnë se partia fituese. Pra parti ma fituese sa kaq nuk mund të ketë. Por është e mrekullueshme kjo fitore? Jo. Matematika është cinike. 48 deputet të Lëvizjes Vetëvendosi. Po supozojmë edhe një serb nga 10 deputetet e vendeve të rezervuara për serbët do të mund të jetë proqeverisë së ashme të Kosovës dhe po supozojmë edhe 10 minoritarë të tjerë jo serb, të tjerët mund të jenë pjesë, ta themi, e qeverisë, e shumicës së parlamentare të Kosovës, përsëri është e pamjaftueshme. Fitoria e zgjedhjeve është edhe marrja e përgjegjësive. Partia e parë e ka përgjegjësinë për të themeluar institucionet. Përkatësisht për të formuar një shumicë të re në Parlamentin e Kosovës dhe e cila do të votojë qeverinë e re. Pra çfarë duhet të them është se Lëvizja Vetëvendose, si fituesi i këtyre zgjedhjeve, e ka përgjegjësinë të drejtën dhe përgjegjësinë për të formuar një shumicë të re. Ata po thonë se do të formohet qeveria e re. Ne po themi se pa koalicione me partitë politike është e pamundur të bëhet një gjë e tillë. Çfarë mund të ndodhë në këtë mes është që ndoshta 2-3 deputet nga partitë politike do të mund të ofrohen ose bashkangjiten Lëvizjes Vetëvendose për të formuar një shumicë të re nga 61 veta që po supozoj nga këta deputet mund deri tash nuk mund të themi sepse do të ishte, si ta themi, një e padrejtë ndaj partive politike, për aq sa nuk kemi ndonjë të dhënë. Është shprehur një gatishmëri nga 3 deputetet e koalicionit AOK-Nisma, përkatësisht deputetet e Nismës që mund të jenë ata të cilët edhe mund të jenë garantuese për formuar një shumicë të re, por nuk e di sa është e leverdishme kjo pastaj edhe për Lëvizjen Vetëvendose, sepse kjo shumicë e re nuk do të mund të qëndrojë gjatë. Ne do të na presin shumë procese të reja politike që janë në sfond dhe të cilat kërkohet që të ketë një marrëveshje më të gjerë për të votuar një president të vendit. Unë këtë e shoh si sfidë. Pra jo më larg se sa 10 muaj nga dita që po flasim, ne do të kemi zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Republikës. Dhe ose presidentes ose rizgjedhjen e zonës Osmani, varësisht se do të mund të arrihen marrëveshjet politike. Deri atëherë mund të formohet një qeveri me 61 veta, por nisja e procedurës për zgjedhjen e presidentit kërkon një marrëveshje të gjerë. Partitë politike me këto qëndrime aktuale nuk i kanë të gatshme nuk kanë shprehur qëndrime ose s'janë të gatshme për të prodhuar, si ta themi, një marrëveshje të tillë. Kjo ka lënë që ne në sfond na presin zgjedhjet e reja. Çfarë mund të ndodhë pra? Vënim i rezultateve, vënim i krijimit të institucioneve dhe ndoshta mbaqja e zgjedhjeve qendrore bashkë me ato lokale në fundin në fund vit, përkatësisht në vjeshtën e këtij viti, atë kur do të kemi zgjedhjet e rregullt lokale. Që do të jetë me gjas edhe skenari më i mundshëm i arritshëm deri atë. Mi pasaj dëmton qytetarin mos formimi i qeverisë, duke ditur se po na presin edhe shumë sfida për radh. Kjo është pyetje shumë e mirë, por ne do të kuptojmë se kemi parti politike. Duke që kjo pyetje është me pritshmëri të lartë në raport me kënë kemi parti politike. Ose befasa, sepse nuk kemi parti politike që ka një kulturë dhe dije, qëndrim politik kombëtar përpara se partiak. Ne kemi këto partish, po s'kemi lidesh të tru. Ne do të kemi parasysh se ka nevojë Kosova që të njeh rezultatet, të kuptoj pozitën e tyre politike, që të mund të mos kushtozoj me formim të institucioneve, sepse rezultati është i qartë kush është fituesi i zgjedhjeve, por edhe ky që ka fituar zgjedhjet e ka obligim, ka detyrë politike dhe kushtetuese që të ofroj partitë të tjera.
për të formuar një shumicë të re në Parlamentin e Kosovës dhe në këtë mënyrë të krijuar edhe institucionet e Republikës. Mirë, po duke ditur gjuhën e kurtit të cilën e pat gjatë fushatës zgjedhore, sa do t'jetë e mundur kja që të ketë parafrim të ti me partitë e tjera politike, duke ditur se ndoshta një koalicion me partitë më të mëdha siç është PDK ose LDK mund të kishte Vetëm PDK mund të prodhojë stabilitet, kuptimin e numrave, asnjë parti tjetër jo. Dhe që vetëm me PDK mund të qoha deri në fund mandati? Nuk i dihet atë ajo, sepse PDK dhe LDK kanë pas një dikur qeveri me mbi 80 kusur veta dhe kanë rënë, ka pamundësia për të qëndruar bashkë. Vetëm PDK për momentin i plotëson numrat për të pasur marrëveshje të gjerë, marrëveshje për presidentin. Nuk ka mundësi tjera, matematikisht është e paarritshme kjo. Mirë, po zotri Hamza tha se nuk do të ketë koalicion. A përshë se është gjuhë përjashtuese. Kjo është pra, ke fitu 24 deputet, tjetri ka fitu 48, 2 fesh më shumë se ti, dhe ti përjashton mundësinë e bashkëqeverisjes. Por ti ke zgjedhur opozitën. Çfarë do të thotë kjo? A mendon se PDK, LDK dhe vetëvendosjet do të mund të kenë rezultate të njëjta mas 2-3 muajsh, 5-6 muajsh? Kjo është kalkulim i fatin e Kosovës, kjo është gabim. Unë besoj që partitë politike nuk bën të përjashtojnë. Gjuha e fushatës është gjuhë tjetër. Asa ta nuk kanë lënë më mirë kryeministit Kurti. Albin Serbia ka qenë dëgjuar çdo ditë nëpër media. Dhe ju dini këtë. Dhe ky me klasifikime kafshësh nuk ka bërë absolutisht mirë. Dhe po që se do të më dëgjonte dikush prej tyre. Këtë gjuhë nuk e kisha rekomanduar asnjëherë, sepse jeta politike është edhe përtej një ditë zgjedhjesh, edhe përtej një muaj fushat. Unë besoj që Kosova ka çfarë të prezantoj. Liderët politikë janë mjaftueshëm të kthjellët sa të prezantojnë ndoshta një projekte më të mira sa gjuhët e nikruese dhe fyse e përjashtuese ndaj njëri tjetrit. Mirë, po kjo pasqyrë në arenën ndërkombëtare si do të shihet, duke ditur se këta politikanë një farë mënyre po heqin dorë nga formimi i qeverisë, duke mos dashur të bëjë koalicion, edhe LDK-ja u tha se nuk do bëjë koalicion me vetëvendosjen, pra në arenën ndërkombëtare si dukemi ne. Këto janë dilema, nuk janë, si ta themi, çështje të mëdha, sepse në Itali kemi zgjedhje që mbahen shumë shpesh, brenda muajsh. Në Belgjikë qeveria s'mund të qëndrojë më shumë se 6 muaj. Ata nuk janë lajm botënor, sepse kanë shtetin e fortë, kanë administratën e fortë. Kjo është dilema. Po ky shteti jonë? Shteti jonë është shumë i fortë, po politikanë të dobët. Ne kemi struktura shumë të rëndësishme, ushtarake, policorit, inteligjencës, shumë të fortë sa partitë politike. Ti jeni të sigurt për këtë çështje. Edhe ata deputetët që janë kanë 5000 mungese kanë pas, nuk kanë bërë diçka, edhe ata deputetët që kanë qenë, se kanë arritur ta plotësojnë agjendën legislative. Mos u bë merak. Pra, Kosova ka shumë të forta institucionet shtetërore sa institucionet e saj politike. Dhe sidomos partitë politike. Partitë politike janë institucionet më pak të besueshme në Kosovë nga të gjitha institucionet e tjera. Pra, çka varet nga politika në kuptimin e drejtë për drejtë? Ne nuk kemi arritur që ta çojmë para agjendën fatkeqësisht. Dhe në këtë aspekt unë konsideroj që duhet një pjekurim i partive politike. Shikoni sa interesant është. Për aq kohë sa ku u varr nga qytetarët dita e zgjedhjeve, ishte e mrekullueshme. Aty ku u varr nga institucionet, edhe një muaj zot mund të kemi rezultat përfundimtar. Çfarë do të thotë kjo? Aty ku ka ndikim politika, ne kemi pas ngecje për shkak të dallimeve, përjashtimeve, si ta themi gjuhës përjashtuese që kanë aplikuar ndonjëra tjetër, thua se këta nuk do të bashkëqeverisin asnjë në Kosovë. Dhe kjo konsideroj që është leximi i gabuar i sistemit tonë politik. Mirë, po në ardhjen e zotit Trump në krye të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra mund të kemi edhe neve një ballafaqim me ta, duke ditur që situata në veri mund të tensionohet dita ditës, duke ditur një fshinj si Serbia, i cili është goxha provokativ, mund të bëj provokime ashtu siç ndodhi në Iber Lepenc dhe në Banjska. Ato s'kanë qenë provokime, ato kanë qenë përpjekje sulme terroriste me qëllim aneksimin e territorit të Kosovës. Përgatitje për të aneksuar Kosovën. E para në Banjsk. E dyta është akt sabotazhi që nuk kupton dëmtimin e infrastrukturës vitale të Kosovës. Këto janë më shumë se një akt terrorist. Kjo është sulm i organizuar me përgjegjësi shtetërore nga ana e Serbisë. Nuk ka dilemë për këtë çështje. Dhe Kosova dhe Serbia ka nevojë që të përfundojnë sa më shpejt marrëveshjen apo jo. Kjo është qëllimi që ka Kosova. Do të thotë ardha e Trumpit do të ishte favorizuese për Kosovën. Sepse po që se ta presim vullnetin e Serbisë, ne edhe 50 vite do të mbesim, ose 100 vite do të mbesim në negociata me Serbinë. Apo jo. Ne që nga 2011 jemi në negociata që 14 vite.
Dhe s'kemi arritur një marrëveshje përfundimtare. A do t'i vijet një marrëveshje përfundimtare më shpejt me ardhin e Trumpit? Po natyra e vendimore se ti thotë kësaj, por unë kam një mendim ndryshe, kolege, se Trumpi ka probleme më të mëdha. Shqipëria ka objektiva të tjera. Objektiva të cilat janë pa krahasimisht më të rëndësishme se Kosova dhe rajoni përgjithsisht. Ne po flasim për Rusinë, Ukrainën, e Rusia ka armat bërthamor. Një ushtri që ka armatim bërthamor është në luftë. Kosova nuk është as çështje më për perëndimin. Kjo fatkeqësisht nuk është çështje. Ne kemi humb momentumin politik, askush s'merret me neve. Dhe prandaj çfarë do të bëjë Kosova është të angazhohet shumë në politikën e jashtme, të forcoj shumë pozicionin e saj, të loboj sa më shumë qytete të mundur, të ruaj sovranitetin e brendshëm të saj në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse thatë me të drejtë, Serbia çdo ditë pret çdo pikë dëpsie të Kosovës për të çuar përpara agjendat e veta dhe kjo s'ka asnjë dilemë. Po sa kemi punu neve si Kosovë në agjendat ndërkombëtare. Duke ditur se ende nuk kemi një njohje pas kaq shumë vitesh, nuk kemi më njohje të reja. Çështja e njohjeve është çështje komplekse. Pritjet që çdo vit të kemi një njohje nuk janë fort, s'ta themi, pritshmëri reale, sepse nuk ka pambarim shtete. Janë këto shtete që janë. Shumica e shteteve që kanë njoft Kosovën janë shtete që e dinë problemin e Kosovës, kanë gjeshmëri për ta dhe kanë ndonjë interes. Shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës janë ndarë në dy grupe. Ato që presin përfundimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe dytë ato të cilat nuk e njohin Kosovën edhe më pas ndoshta, për shkak se nuk kanë ndonjë farë interes për të bërë të njëjtën. Nuk është domosdoshmëri njohja e një shteti. Mirë po dhe lobimi i Serbisë në këtë aspekt ishte... Nëse më lejon, ta elaboroj kuptimin e plotë, sepse pyetjet tuaja janë plot e drejta. Për shembull, Kosova ka më shumë shtete që e njohin atë sesa Maqedonia. Pra, Kosova në njohin më shumë shtete sa që ka njohur Maqedoninë në momentin kur ajo është antarësuar në OKB. Por fakti që është antarësuar në OKB e kanë konsideruar se një shtet që ka një subjektivitet të plotë. Çfarë do thotë me këtë sen? Neve edhe në 192 shtete po që se në njohin. Ne kemi nevojë të antarësohemi në organizata ndërkombëtare, përkatësisht në OKB. Dhe për aq kohë sa Rusia është aty, Kina është aty. Është e pa imagjinueshme që kjo mund të ndodhë, sepse ata kanë punuar dhe punojnë që të zhbëhet ky projekt i madh politik. Pa një marrëveshje të madhe ndërkombëtare, ku mund të përfshihet Kosova, vështirë se mund të ndodhë. Po çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se do të rinegociohet fati i Kosovës se ndodh kësaj. Dhe kjo që po e them është e rrezikshme, sepse do të vendoset në zovërinë fati i Kosovës edhe një herë. Për shembull, nëse Rusia thotë që nëse pranohet legitimiteti i Krimës unë një pavarësinë e Kosovës, edhe mund të ndodhë, sepse është interes shkëmbyer me një interes tjetër. Pra çfarë duhet të them është se Kosova s'po e bën detyrën, edhe këto keni të drejtë. Kosova duhet maksimalisht të angazhohet në arenën ndërkombëtare. Ti dëgjoj partnerët dhe të lobojt ata sa më shumë qytete të mundur për të ruajtur këtë që është arritur, sepse marrëdhëniet nuk janë një moment. Marrëdhëniet janë raporte të vazhdueshme dhe detyra e shtetit nuk është vetëm krimi i marrëdhënieve me një letër njohje reciproke, por është një aftësi që duhet të zhvillohet çdo ditë për të ruajtur këtë që është arritur deri sot. Një shembull, Kosova s'ka shërbime konsullore dhe s'ka ambasada në shumë vende që njohin pavarësinë e Kosovës. Pra lere me ato që si në ka njoft, por edhe me këto që në ka njoft nuk kemi raport. Kjo të regon që s'po e bëjmë detyrën. Kosova duhet të lëbaj, duhet të krijojë marrëdhënie diplomatike, duhet të përdor diplomacinë parlamentare, diplomacinë digjitale, diplomacinë qytetare, të përdor pozicionet e partnerëve të rëndësishëm ndërkombëtar, të përdor në veçantë Shqipërinë dhe praninë e saj në arenën ndërkombëtare për të konsoliduar sa më shumë qytete të mundur në arenën ndërkombëtare. Këto sfida të cilat po i përmendi, Kosova nuk i ka bërë, edhe si ka bërë kaq gjatë. Pra kemi mbitur një proces goxha të rëndësishëm pa çuar deri në fund. Ishim dalë edhe tek çështja e Shqipërisë, meqense e përmendet. Ne kemi pasur një ftohje të raporteve siç është paraqitur në media në mes të kryeministrit Kurti dhe atij Edi Rama. Sa neve na penalizon si Kosovë mos pasja raporteve të mira kombëtare mes të dyja vendeve. Raportet Kosovë-Shqipëri janë raportet më të mira në historinë e tyre. Dhe kjo nuk motet me termat të raporteve personale që ka kryeministri i Kosovës dhe i Shqipërisë. Kjo është e keqe. Duke ditur se Shqipëria mund të ketë një rol shumë të rëndësishëm në agjendat ndërkombëtare. Që bie që do të bëjë detyrën Shqipëria.
Dhe nuk besoj që për inatit të kryeministit Kurti, kryeministri Edi Rama nuk e që përpara agjendën e Kosovës. Ka një pikë, s'ta them, thyrjet e madhe në mes të dy vendeve tonë, dy shteteve tonë. Dhe e lidhet me Open Balkan. Pra, Shqipëria e ka përkrahur të njëjtën, Kosova e ka kundërshtuar. Fakti që nuk është më Open Balkan jep të drejtë Kosovës. Ke dëgjuar më për Open Balkanin asnjëherë. Është procesi i Berlinit. Shqipëria ka përkrahur Open Balkanin. Kjo është gabim. Nuk është gabim nëse Shqipëria dhe Kosova do të ishin dy shtete të ndara, në kuptimin që nuk kanë gjë kombëtare në mes. Shqipëria do ta ndjekte interesin e vet si republikë, gjithçka do të ishte në rregull. Por nuk mund të themi paradite se jemi dy shtete të një kumbi dhe pas dite e përkrah një projekt të cilin gjysma tjetër e kumbit pësën ngaj. Natyrisht integrimi rajonal nuk është i dëmshëm. Open Balkani, po që se, do të ishte projekt i duhuri dhe nuk do të ishte projekt që synonte forcimin e pozitës së Serbisë në Ballkan dhe minimin e projekteve të tjera europianizuese, natyrisht do të ishte diçka e mirë. Fakti që është procesi i Berlinit, paralelja e këtij procesi tregon se në fakt ky s'ka qenë projekt europianizues. Ka qenë projekt që fatkeqësisht ka pasur synim tjetër, pikërisht kundër të europianizimit. Dhe në anën tjetër, atë ditë që Serbia pranon pavarësinë e Kosovës, pse mos Kosova të mos përfshihet edhe në Open Balkan, se do i njëjti do të ishte një ka qenë ndjeni Shqipëria me gjitha këto dëme që i është shkaktuar Kosovës? Si mendoni që jo? Natyrisht që po. Kjo është bërë për interesin e Shqipërisë, sepse Shqipëria synon të ketë turistet nga mbar rajoni. Shqipëria ka pasur një bëm në numrin e turistëve, vizitorëve, arrin deri në 10 milion, që është, si ta themi, 5 popullatës rezidente. Dhe Shqipëria, nëse ka zhvillim të madh ekonomik, nëse e ka ndër të tjera edhe për shkak të këtyre fryteve, por kjo në një mos është bërë, si ta themi, në kurrizin e forcimit të pozitës politike të Kosovës në rajon në veçantë. Ndërru me di që do kishim edhe shumë çështje tjera për me diskutu, por për shkak të kohës ne duhet me ndërprej intervistën. Falenderoj shumë që gjete kohë që të vish në Info Day. Falenderoj shumë. Të nderuar shikues, kthehemi në studio pas pak. Kthehem në studio për të folur për një çështje mjaft të rëndësishme siç është ajri. Me mua në studio është njeriu i duhur i cili do të na kishte fol më shumë në lidhje me ajrin, është Andi Batusha që vjen për Institutit Privend. Faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Info Day. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Andi, si po shkojnë punët në institut, kam pa që keni publikuar një raport. Do doja shumë që të flasim më shumë në lidhje me raportin të cilin tashmë ju e keni publikuar. Po, para 2 ditë ne kemi publikuar një draft raport apo një raport para përfundimtar me titull Kosova në front me pasojat e ndryshimeve klimatike, kapacitetet institucionale. Kështu titullohet raporti në fazën të cilën e kemi publikuar para 2 ditë, ku kishim të ftuar hisedar nga nivel institucional, organizatat e shoqërisë civile, sektori i biznesit, partnerë ndërkombëtar kështu me radhë dhe një trup panelistësh, ekspert dhe profesionistë fushave të ndryshme që ndërlidhen me ndryshimet klimatike dhe pasojat që po i sjellin ndryshimet klimatike. Ne në atë raport i ndam disa të gjetura, 4 prej tyre që janë më të përgjithshme, tutje do i specifikojmë më sakt gjetje tjera. Aktualisht në këtë fazë të raportit ne kemi pasur që Kosova ka një problem shumë të madh me kapacitetet institucionale në raport në aspektin e burimeve teknike dhe njerëzore për të përballë me fatkeqësitë natyrore të cilat po na vijnë si pasojë ndryshimeve klimatike, sidomos të vërejshme gjatë viteve të fundit, për të cilat ndoshta flasim tash më detajisht. E dyta, kemi një mungesë të bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel qendror, po më pak theks këtu, po më shumë theks tek bashkëpunimi i nivelit lokal me nivelin qendror, kur vjen puna tek përgatitje dhe bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes civile. Kemi edhe një pjesëmarrje jo të duhur dhe një vetdije jo të mjaftueshme të publikut apo të qytetarëve në raport me ndryshimet klimatike dhe se si ato po afektojnë jetën e secilit qytetar. Ndoshta duhet të thonë qysh tash që për Institutit Prevent mënyra se si veshtrohemi dhe i qasemi problemeve të cilat ne i listojmë që janë më me urgjencë për të trajtuar në nivel të Kosovës është
prej prizmit të sigurisë. Ne shikojmë se si këto çështje ose këto probleme të nduardurshme dhe të ndërlidhura njëra me tjetrën, po afektojnë jetën e qytetarëve në raport me sigurinë publike, si po afektojnë infrastrukturën kritike, si po afektojnë sigurinë shëndetësore, sigurinë ekonomike dhe atë sociale. Pra prej këtij prizmi ne kemi ardhur deri te këto gjetje aktualisht. Tutje ne do punojmë që këtë raport ta kemi përfundimtar. Jemi duke punuar me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Policinë e Kosovës dhe disa ministri tjera të linjës dhe komunat për ta nxjerrë një raport sa më përmbajtësor, e cili do të paraqiste edhe rekomandime të bëshme, të kryeshme nga institucionet. Anti e përmende edhe çështjen e përballjes me fatkeqësitë natyrore, gjë që është shumë e rëndësishme që të jemi të gatshëm çdo herë në përballje me fatkeqësitë natyrore, pavarësisht që nuk e dim se kur mund të ndodhin ato. Qysh duhet me ardhur deri tek vetëdijsimi i mëtejshëm institucionet të vendit që të kemi më shumë që punojnë në këtë aspekt? Duhet theksuar që Kosova në çdo raport ndërkombëtar përmendet si një vend i cili e ka, sidomos viteve të fundit, në 2 vitet të fundit, e ka të mirë organizuar kornizën strategjike dhe atë ligjore, sa i përket aspektit të mjedisit, mbrojtjes civile dhe ballafaqimit me ndryshimet klimatike. Po çka përmendet në raport janë më të detajzuar këto që po flas. Kur them këtë, e nënkuptoj strategjinë për ndryshimet klimatike, strategjinë e energjisë dhe ligjet përcjellës apo akte nënligjore si ligji për energjinë, ligji për ndryshimet klimatike. Çka mbetet tutje, neve na mbetet ta nxjerrim, me sa kam kuptuar unë, është në diskutim tash edhe publik plani kombëtar për energjinë dhe klimën, i cili na mbetet si një pikë e radhës që të bashkangjitet kësaj kornize strategjike dhe të themi që ne si Kosovë qëndrojmë mirë në raport me letrat dhe rregullat. Çka ne çalojmë dhe paktën neve argumentojmë në këtë raport, është fakti që institucionet nuk i kanë kapacitetet për të shtypur përpara zbatimin e këtyre strategjive deri në fund. Çka për t'ju kthy pyetjes tënde specifikisht, ne duhet të kemi një fakt në mendje që kapacitetet, kur flasim për kapacitetet dhe vetdijen e institucioneve, flasim për një temë e cila relativisht është trajtuar në 15 vitet e fundit, po është trajtuar për një kandit të mjedisit, e tash jemi duke folur për një kandit të sigurisë dhe për ballafaqimin me pasojat. Do doja shumë që kjo të mos ishte çështja, do doja që ne të diskutonim në raport me parandalimin dhe jo me reagimin. Po qysh tash duhet të thënë që kemi një vetdije të ngritur institucionale, paçka se jo mjaftueshme, pikërisht për shkak të ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në Kosovë. Jemi dëshmitar të përmbytjeve dhe zjarreve të viteve 2021-2023-2024. Qysh tash ka filluar të ngritet vetdija dhe ai alarmi i urgjencës për të ndërmarrë diçka. Tutje ne si institut do e publikojmë edhe raportin e dytë që ka të bëjë veçanërisht me vetdijen institucionale, përveç njërive në kuptimin edhe ndërgjegjësimit institucional me përgjegjësi që i kanë dhe prioritetet që duhet të ndërmarren në këtë fushë. Por çka mund të them deri më tash është që ka ndodhur një urgjencë si këto 4 viteve të fundit për të sjellë një ndërgjegjësim në raport me katastrofat natyrore. Nëse mundem shumë shkurt, në vitin 2023 dhe 2024 kemi pas mbi 60% e komunave kanë qenë të cënueshme ndaj përmbytjeve, këtë thotë edhe raporti i Bankës Botërore i vitit 2024, dhe si të tilla ende mbeten. Qysh tash e kemi pasur që duhet mirëmi jashtëzakonisht shumë me nivelin administrativ komunal, për t'i pasë qysh po i qasen plani zhvillimor komunal, çfarë plane zhvillimor po nxjerrin, çfarë harta, kur t'i përgatisim mandej edhe dokumente tjera për cilëse si harta zonale apo planin urbanistik, çfarë plane po nxjerrin, sa po i rrin gati kështu me radhë. Domethënë, tek tash ka filluar një ndërgjegjësim dhe një planifikim më i duhur i kapaciteteve institucionale. Pra,
Falem edhe për çështjet lokale që janë në për komuna dhe sa janë ato të gatshme për mu përballë për katastrofa. Duke ditur se edhe sot tek po flasim neve, komuna e Prishtinës bëri në thirrje për kujdes për shkak të erave të forta që mund të ketë edhe ndonjë pasojë tjetër. Pra sa janë të gatshme komunat e Kosovës dhe sa kanë nda fonde specifike në lidhje për trajtimin e këtyre çështjeve. Po më mirë shumë që përmendë Prishtinën. Prishtina është edhe një prej shembujve të cilët ne e marrëm edhe në raport. Fakti që një 23 vjeçare ka qenë mes jetës dhe vdekjes si pasojë e shtrëngatave, si shtrëngatës fundit në vitin 2023 në Prishtinë, ka qenë një ekzemplar tepër i mirë, apo një shembull shumë i mirë se si komunat janë përgjegjëse, e ne argumentojmë edhe në raport se kanë qenë kontribuese në denigrim të mjedisit ambientit, por edhe nuk i kanë marrë masat e duhura, sidomos të lejet të ndërtimit kë njap. Rasti i Prishtinës ka qenë i komunës Prishtinës, nga neglizhenca mbikëqyrjes së punimeve të operatorit të kontraktuar për... Që e bën edhe me të thellë problemin, duke ditur se është brenda vetë objektit të komunës së Prishtinës. Saktë, e marrim pikërisht atë shembull se si komunat shpesh i kontribojnë si ta them, të përshkallëzimit të pasojave të fatkeqësive natyrore. Pra nëse kemi një shtrëngat shumë kollaj do të kalonim edhe nuk do të vrehej nëse nuk do të kishim këto neglizhenca administrative në nivel komunal në këtë rastin specifik. Po ne kemi hasë në shumicën e komunave. Komunat parashihet ta keni plan të reagimit emergjent, pa çka se edhe një planifikues, për të cilat ata i raportojnë Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave apo e bëjnë në koordinim me Agjencinë Menaxhimit të Emergjencave. Çka ndodh është që shumica e komunave në 80% të tyre të cilat ne i kemi hasur nuk i kanë këto plane të gatshme. Përveç se nuk i kanë këto plane të gatshme, një pjesë e madhe e zyrtarëve të cilët mirë me këto çështje nuk kanë njëri në lidhje me apo nuk janë të ndërgjegjshëm në lidhje me seriozitetin e këtyre dokumenteve apo seriozitetin e pasjes së këtyre dokumenteve të gatshme. Se çka nuk kupton pasja këtyre dokumenteve, nuk kupton edhe alokim apo buxhetim për t'ju kthy pyetjes tënde, buxhetim të veprimeve që duhet ndërmarr komuna. Shembull, komunat parashihet të buxhetojnë mirëmbajtjen e lumenjve, paktën e pjesën urbane që bien nën përgjegjësinë e komunës. Çka ndodh është që komunat nuk buxhetojnë mjaftueshëm dhe një të kohë nuk bën referencë të këto dokumente paraprakisht kur bëhet edhe buxhetimi komunal. Pra shpesh herë kur ka rreshje më të mëdha të shiut, këto lumenj dinte të dalin edhe nga shtrati. Mandej duke i dëmtuar edhe disa shtëpi të banorëve rreth. Ne nuk e kemi vetëm problemin me lumenj, së fundin nga ky diskutim që patëm para 2 dite, disa prej njësë më të mirë fushës, më saktë një ekspert nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës e potencoi apo e japi një ilustrim shumë të qartë dhe bukur, thatë që Prishtina është një qytet pa lumë, po gjithsesi përmbytje ka pas. Pse ndodh kjo? Për shkak të mungesës së planifikimit, për të thënë but, të rrjetit të ujrave të zeza, apo sistemit të ujrave të zeza si dhe shirave atmosferik. Do më thënë, për pasojë, për shkak të ndryshimeve klimatike, kemi të rreshura më të mëdha, të cilat përshkruhen në mënyrë tepër empirike dhe me numra më të saktë për të cilat janë më të thirrur Instituti Hidrometeorologjik të na shpjegoj, po çka kuptuam ne aty nga takimi ishte që për shkak të shtimit vëllimit të tëreshurave dhe mos pasjes së kanaleve të mjaftueshme për të përballuar këtë dyndje apo këtë sasi të tëreshurave, ka ardhur deri puna deri te përmbytjet. Domethënë, jo veç pasja e lumenjve apo dalja nga shtrati i lumenjve është paraqet vetëm problem, por është edhe kjo pjesa tjetër që janë të ndërlidhura, që shpesh nëse flasim ku është burimi i këtyre problemeve, prap kthehemi te niveli komunal, te mos planifikimi i duhur dhe mos adresimi i çështjeve që ndërlidhen me fatkeqësitë natyrore. Pra, edhe ky mos planifikim mund të çojë edhe në rrezikun të jetave të qytetarëve të Kosovës fatkeqësisht. Fatkeqësisht. E kemi rastin Pej.
në vërshimet e vitit 2023, një nanë dhe një fëmija i saj kemi rast pëmënoj të vdekjes së këtyre dy anëtarëve për shkak të vërshimeve në komunën e Pejës. Ma aq sa ne kemi mund të kuptojmë, megjithëse jemi në fazë të hershme, komuna e Pejës nuk ka pasur planet e reagimit emergjent, apo nuk ka pasur një kornizë planifikuese siç do duhet ta kishte çdo komunë në këtë rast. Çka diçka tjetër është që niveli ndoshta duhet për opinionin të dim, zjarr fikse që i shohim nëpër komuna, në shumicën në gjitha komunat paguhen nga komunat, por koordinimin e punës operacionale tyre është një dualitet mes Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave dhe komunës. Shpesh komunat nuk i kanë kapacitetet e mjaftueshme kur ndodh një incident apo një rasti fatkeqësive natyrore, qoftë vërshimeve, zjarreve, thatësirave e kështu me radhë, dhe gjithmonë kërkohet menjëherë ndihma nga niveli qendror. Raporti është duke trajtuar edhe këtë bashkëpunim, me qenë se janë të ndërlidhura kaq shumë këto raste me bashkëpunimin ndërinstitucional poshtë dhe lart, ta shohim se ku janë ngecjet më të mëdha dhe pse po ndodh kjo. Mirë, po përmendet punën e emergjencave siç është zjarrfikset. Pra pse është lënë deri te ky neglizhim i institucioneve që të mos ketë një bashkëpunim më të mirë, se ndoshta që të mos paguan nga komuna, duke ditur se buxheti i komunave nuk është edhe shumë i përballueshëm për të gjitha këto aspekte. Pasi që ka një kosto shumë të lartë çështja e emergjencave në vend. Po mëndaj, për të qenë më i saktë, komuna do bëjnë pjesën e transferit të pagave, në kuptimin që secili zjarrfiks pagën e merr nga komuna prej. Po për mirëmbajtje nuk merret komuna. Jo, është një kombinim i nivelit qendror dhe nivelit lokal, si tek të resursët dhe pajisjet, qoftë në aspektin e buxhetimit dhe në aspektin e marrjes së donacioneve. Po çka është ndoshta më rëndësi që me vënë theksin është fakti që Agjencia Menaxhimit të Emergjencave ka nis diku 720 punonjës, për tyre këtu përfshihen zjarrfiksit, apo punonjësit operativ, punonjësit teknik, punonjësit administrativ dhe ata menaxherë, stafi menaxherë. Gjë që e bën shumë të lëmë me kuptu që është një numër relativisht i vogël i punonjësve për të shërbyer nevojave të vendit, duke filluar nga këto tutje, e kemi një moshë mesatare relativisht lartë të zjarrfiksve në Kosovë. Domethënë kjo është një prej dy problemeve kryesore cilët ballafaqohet me Agjencia Menaxhimit të Emergjencave. Për të kuptuar ju më saktë, vetë agjencia ka probleme të tipit përveç zjarrfiksave, nuk ka ekipe tjera. Për shembull, nuk ka ekipe të specializuara të kërkim shpëtimit në ujëra, qoftë në ujëra të cekta apo në ujëra të thella, apo të kërkim shpëtimit në zona malore apo zona tjera që nuk janë vetëm urbane, e kështu me radhë. A kemi pa në këto kërkim shpëtime, FSK-ja gjithmonë ka ndërhyr? Gjithmonë, kur shtjerët, domethënë niveli lokal i shtjerë mundësitë e veta, shumicën e rasteve nuk i ka, lëp kërkon ndihmë prej Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave. Agjencia Menaxhimit të Emergjencave, me gjithë kapacitetet e saja të relativisht mira në nivel qendror, prapë kërkon shpeshherë ka ndodhur që ka kërku ndihmë nga FSK-ja. Kemi parë rastin e zjarreve të vitet kaloni, kemi pas mbi 100 zjarre apo vatra të raportuara të zjarreve kryesisht në male. Çka ka ndodhur në nivel lokal s'ka mujt më përgjigj kërkesave. Patëm edhe rastin e fundit në Deçan para 4-5 dite, kur kryetari i Deçanit Ramos e kërkoi edhe mobilizim qytetarë dhe të sektorit privat për të ndalë ndihmë. E që kjo është një temë tjetër që trajtohet në raport. Për të kthyer te viti 2024, i kemi pas mbi 100 raste të raportuara të zjarreve në male. Çka ka ndodhur është që FSK-ja nuk ka pas pavarësisht që FSK-ja qëndron shumë mirë përgatitur në aspektin operacional dhe atë teknik dhe të pajisjeve për të ndërhyrë këto raste, nuk ka pas helikopter apo njësi të kërkim shpëtimit ajror. Që këtu ka thirrë ndihmë prej KFOR-it. Domethënë kjo hallka shumë shpejt prishet edhe me njëherë kërkojmë ndihmë tek FSK-ja në rastet e fatkeqësive natyrore. Për të mos të zgjat më tepër në këtë pjesë, po Agjencia Menaxhimit të Emergjencave
si vjetë pritë të nxjerrë dhe ligjin e ri, apo ligjin për OME-n, i cili parashe edhe ngritjen e kapaciteteve dhe thjeshtëzim të procedurave të komunikimit ndërinstitucional, si dhe nxjerr pa edhe përgjegjësitë ose qartëson më shumë përgjegjësitë e Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave, kështu që është një vit mund të jetë një vit shumë i mbar, kuptimin e përpjekjeve për të ndërtuar mekanizma të fortë dhe të mirë përgatitura për të parandaluar fillimisht, për të reaguar dhe rikuperuar në raste të fatkeqësive natyrale. Sa është i mjaftueshëm vetëm ky ligj i cili pritet të bëhet? Kushtimisht të përmenda këtë ligj, nuk është i mjaftueshëm, sigurisht. Në raport në pjesën e 5 raportit trajtojmë edhe standardet ndërkombëtare dhe ku qëndron Kosova në raport me këto standarde. E shohim që ne kemi këto mungesa, jemi duke tentuar të imbolojmë me përkraje nga Bashkimi Evropian dhe mekanizmat apo organizatat të cilat funksionojnë në kuadër të Bashkimit Evropian. Nuk jemi shtet antar i Kombeve të Bashkuara, rrjedhimisht nuk po mundemi me qasë disa prej instrumenteve dhe mekanizmave të cilat ekzistojnë aty për të na ndihmuar qoftë në aspektin teknik, financiar, po edhe operacional. Po si Kosovë në kuptimin institucional, ligji nuk mjafton. E përmenda që kemi një kornizë ligjore relativisht mirë. Neve na vjen vullnet politik, vullnet institucional, cila përmendet edhe në raportin e progresit apo raportin e vendit të Komisionit Evropian për vitin 2023, tash po presim raportin e radhës. Pra përmendet vullneti politik institucional dhe para se gjithash mbi gjithash kapacitetet njerëzore brenda institucioneve për të shtypur përpara këto që sapo folëm na. A kanë pa institucionet të vendore këtë raport që juve e keni publikuar? Po. Pra se keni raportet me qeverin, a kanë pa ata gjithë punën e juj që e keni ba? Po, Instituti për vend zotohet për trajtimin e këtyre çështjeve dhe fenomeneve, qofshin të natyrës shoqërore dhe të sigurisë, për një kondi hulumtues. Ne mundohemi të ndihmojmë institucioneve të vendit dhe partnerëve ndërkombëtar, por edhe aktorëve të tjerë që veprojnë në Kosovë, për të kuptuar më mirë natyrën e problemeve me të cilat ballafaqohemi. Që këtej, nëse e lejmë veç në aspektin e diskutimit, nuk kemi bazë, ne mundohemi ta luajmë edhe rolin e avokusit. Për këtë e kemi thirrë edhe para 2 ditë këtë konferencën, ku i kemi pas edhe aktorët institucional aty. Kemi diskutuar bashkërisht me ta se çka duhet tutje dhe çka mund të ndihmojmë secili, fillimisht për të kuptuar më mirë problemin, edhe kush ka thojmë traq kush ka përgatitje më shumë edhe nga fusha shoqërisë civile për të ndihmuar institucionet për të parafruar edhe me standardet e Bashkimit Evropian e kështu me radhë. Mirë, po sa është e lehtë e çashme kjo shoqëria civile tek institucionet e vendit? Sa mundet lehtë me dëpërtu mendimet, kritika që ata kanë për një fushë të caktuar andi? Duke ditur se ti tashmë një kohë je pjesë e aktiviteteve që kanë të bëjnë edhe me shoqërinë civile. Sakt. Unë vi edhe prej një përvojë institucionale. Mund të them që institucionet duhet kuptu botërisht që institucionet janë më të ngadalshme kur vje puna tek përthithja e rekomandimeve. Edhe është diçka tepër normale, për arsye nëse shikoni aparatin shtetëror se si funksionon, e kuptoni edhe vetë se rekomandimet që vijnë prej një kondi civil apo një shoqërie civile nuk është që mund të jenë të reflektueshme aq shpejt, apo të prodhonë ndryshime aq shpejt. Këtë ne e kemi të njohur dhe të ditur, mundoj çdo organizatë shoqërie civile në Kosovë, e cila punon me natyrën të cilën punojmë neve, e kupton këtë. Unë mund të them që institucionet publike, sidomos kur vjen puna të këto tema, janë shumë të hapura, janë shumë bashkëpunuese, edhe unë mund të konstatoj që ka ekzistuar dhe ekziston një vullnet institucional për të ndërmarrë hapa që i adresojnë gjetjet dhe rekomandimet e këtyre raporteve. Tash se sa ne mund të
themi që institucionet po i marrin gjitha parasysh, nuk mund të them tash, duhet prit ndoshta një vit nga ky raport për të këshyrë se ku kemi qenë, çka kemi thënë dhe ku jemi me adresimin e rekomandimeve. Andi, ju keni bashkëpunime edhe me organizatat e tjera që nuk janë vendore, pra. Si është puna, çfarë kritikash ata kanë? Po, shumica e organizatave ndërkombëtare të cilat ne bashkëpunojmë një partner zhvillimor, cilë bashkëpunojnë edhe me institucione dhe me sektorin privat. Po mënoj, nëse flasim kështu, po flasim për ambasadën gjermane, ambasadën britaneze, ambasadën amerikane, apo organizata tjera të ndërlidhura zhvillimore që janë kuadër këtyre ambasadave si Gizi, USAID, tash ose organizata tjera. Gjithsesi, ky projekt mbështetet dhe duhet të falendëruar ndoshta publikisht fondacionet për shoqëri të hapura të Ballkanit Perëndimor. Ne bashkëpunojmë me to në kuptimin që këto probleme dhe sfidet që i kemi, i shtyjem duke plotësuar një tjetrin. Çka në kupton kjo? E plotësojmë një tjetrin qoftë nëpërmes mbështetjes financiare që ata na japin neve, apo edhe përmes ndarjes së informatave. Ne kemi një open policy kështu ose një politikë të hapur për ndarjen e informatave, përderisa objektivi i gjithëve është i njëjti, përmirësimi i jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës. E mandej kjo fillon komplikohet në kuptimin e se çu bashkëpunojmë, apo nxjerrim strategji, apo nxjerrim ligj, apo nxjerrim vendim, apo i them komunave më bëu më shumë, a këta po na thonë neve si shoqëri civile më bëu më shumë. Këtu komplikohet, po qëllimi i përbashkët është i njëjtë, rritja e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. E mandej se si bashkëpunojmë dhe sa po mundemi me ndihmu njëri tjetrin është temë tjetër. Andi, e di që kena lanë edhe shumë tema mangoj, më falni për të diskutuar, po për shkak të kohës, ne do të ndërpresim intervistën. Falemderoj shumë që erdhe dhe na i prezentove gjithë raportin tuaj. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të Infodesi, falemderoj shumë që edhe sot qëndruat me neve, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.